këto kushte shëndetësore që kemi ne, shëndeti i shqiptarëve është shumë i mirë, i popullatës. Është jashtëzakonisht i mirë, nuk e di, është për të duar trokitur. Jemi racë shumë e fortë. Në më vjen shumë mirë që të gjoj. Sa e lëm ne për kujdesjen, si e trajtojmë ne, uzojmë, nuk merremi. E kuptoj. Edhe prap jemi racë fort. Jemi fantastik, jo racë fort. Jemi fantastik. Po të shikosh botën, ata i ketë gjithë me ilaçe. Që 30 vjeç, që 20 vjeç, lëpirse, lollipop të shkojë të Xanax. Të gjithë feedbackun e kam marrë nga njerëz që jetojnë jashtë Shqipërisë. Në Shqipëri po thuaj se nuk e njifte njeri. Ne jemi shumë të lumtur këtu. Se ne jemi mësuar me pak gjëra. Thot bota po vuan tani, thot se është në krizë. Edhe shqiptari thot, ç'a krizë? Ne, se e ka thënë bukur e Korçari, është bukur tha ti jetosh, po më bukur është të mbijetosh. Ne jemi në mbijetesë të përhershme dhe jemi përshtatur me këtë lloj mbijetese që në çfarë do lloj, prandaj edhe shqiptarët janë shumë të arrirë kur dalin jashtë shtetit. Sepse ata janë palluqe, ata nuk i din ato çka kemi hequr ne. Ne kur vemi jashtë na duket kështu fush me lule, ndërkohë atij duket që po struggle, po stërmundohet, po strapacohet. Po strapacohet për këtë. Ta dish ti çfarë